A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij Fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të drejtë në baftë Allahu dhe neve për tyre. Amin. Ajma'in salihin siddiqin ulaika rafika. Allahu i plot fuqishëm në surën e Duha na lajmëron me ajetet si vijojnë, duke na treguar rëndësinë e kësaj sureje, e cila kjo sure fillon me Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khayrun laka min al-ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sura kjo e zbritur në Mekë pas surës Al-Fajr, gjithsej 11 ajete. Në këtë surë flitet për të dërguarin tonë të dashur Muhammed alayhi salatu wassalam, për të mira që adhuroj Allahu në këtë jetë dhe për ato në jetën tjetër, derisa të bëj i kënaqur, pasi ia cek gjendjen e tij kur ishte i vogël, jetim, i varfër dhe i pallëzuar. Ai ia përkujton begatitë që ia dha e në fund e porosit për 3 çështje: të jetë i butë për jetimin, ta mëshirojë nevojtarin dhe të udhëzojë njerëzit me atë më të mirën që ia dha Allahu, pra për mirësive dhe begative që i ka dhënë Allahu te bareke ve teala.